Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin tonë Ekonomik Business Plus, ku gjithçka shkon në rritje përveç xhepit të qytetarëve, në një situatë ku inflacionin po e quajmë stabilizim, derisa rritjen ekonomike po e presim me padurim për të realizuar me qëllimin që të paktën të kthehemi te ajo në fillim, xhepi i qytetarëve të jetë pak më komod dhe të mund të kemi pak më shumë hapësirë për shpenzimet të cilat planifikon një familje me vendin tonë. Të ftuar sonte në studio kemi afaristin, njëkohësisht prodhues dhe kryetari i kuvendit në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, zotërin Nazmi Ajupi. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdha. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Zotëri Ajupi, e filluam me ato xhepat të qytetarëve post-brasë. Kemi kaluar disa kriza ndër vite, të themi jo kriza siç ishte ajo e vitit 2008 dhe e Covidit. Mirë po, çdo lëvizje jashtë vendit tonë në situatën gjeopolitike dhe luftrat të cilat po ndodhin, po goditen qytetarët në vendin tonë, pasi që e dimë jemi ekonomi e hapur dhe nuk mund të ikim goditjeve. Mirë po, sipas jush, pasi që jeni aty ku buron, do të thotë, ekonomia në prodhim dhe në pjesën ku e dimë sa i rëndësishëm është edhe eksporti për një ekonomi të hapur, mund të na thoni më saktësisht se ku po goditen qytetarët dhe cilat janë disa pika kryesore, nëse mund na i rendit. Po, patjetër. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe ti mirë çele me goditjen e xhepit të qytetarit, padyshim se përveç se unë që jam afarist, jam edhe qytetar, normal në farë mënyrë goditet edhe xhepi im. Dhe çdo herë në ekonomi dihet ngritjet e çmimeve ndikojnë në farë mënyre në goditjen e xhepit të drejt për drejt. Çdo herë kjo është ajo se qytetari pasi e merr një kontinuitet të blerjes të disa çmimeve të artikujve, pasi mësohet në treg me çmime një periudhë të gjatë, qoftë 6 mujore, 1 vjeçare kështu me radhë, dhe një moment kur fillon rritja e çmimeve është një çrregullim në treg. Kjo është goditje. Dhe por një shkaktar kryesor, sidomos aktualisht po flasmi, është ngritja e derivateve të naftës. Padyshim se ngritja e derivateve të naftës ishte diku 30-32% parafërsisht, mbi 30%, dhe energenti kryesor i gjitha produkteve në treg, padyshim janë derivatet e naftës. Dhe kjo ngritje ndikon më njëherë te prodhuesit, në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, dhe edhe pse ndonjëherë nga ana e shtetit kërkohet që prodhuesi, tregtari ta ruajë çmimin, ta mbajë çmimin, me të vërtetë është e vështirë për tregtarët, përkatësisht për prodhuesit, edhe ai tregtari qoftë që e prodhon ose prodhuesi që e prodhon këtu, nisem edhe për produkteve bujqësore që po themi një pjesë që prodhohet edhe këtu, po megjithatë edhe ai është i lidhur drejt për drejt me derivatin e naftës. Dhe kjo në mënyrë indirekte pastaj reflektohet te vetë qytetari. Dhe qytetari thash e përjeton pak më vështirë dhe ngrit revoltën që ka të drejtë, thash, por megjithatë ndonjëherë duhet të pajtohemi me një realitet. Ne naftën e kemi bler 72 dinar, tani e blejmë 95 dinar, po jemi të pajtuar, s'kemi çka bëjmë, nuk është se ne prodhojmë naftë dhe mund, po edhe të prodhojmë naftë, do të kjo është diçka që është botërore, edhe padyshim se në këtë ngritjen të po flasim pak fillim për derivatet e naftës, se thash pikërisht janë këto ato që ndikojnë edhe në ngritjen e çmimeve, dhe kriza, domethënë në lindjen e mesme, tani që u kriju kjo kriza, ti mirë thava, kemi përjetuar edhe krizat të kaluara në farë mënyrë, sikur edhe u bëm imunitet, u bënëm imun me këto ngritje të çmimeve, por megjithatë janë realitete, të cilat realitete neve nuk mund t'i ikim. Duhet ballafaqohemi, po këtu duhet të tregojmë mençuri si t'i kalojmë dhe ti i kalojmë këto kriza, si t'i menaxhojmë. Është lehtë të punohet edhe të veprohet në kushte normale, po në momentet e vështira këtu duhet tregohet ai menaxhmenti i mirë, qoftë nga ana e vet prodhuesve, nga ana e vet tregtarëve, po edhe nga ana e vet shtetit, se sigurisht se një menaxhues kryesor në kriza të tilla është edhe vet shteti. Dhe kjo është ajo që drejt për drejt ndikon
te xhepi I qytetarit që e thënë. E tha që në kushte normale mund të punojmë edhe më mirë edhe siç duhet, duhet të realizojmë planet afariste. Flasim këtu për sektorin e prodhuesve. Mirë po, edhe kur kemi qenë në kushte shumë normale. Flasim realitetin, rritja ekonomike asnjëherë nuk ka kalu atë normale në asaj integralit të cilët kemi planifiku, pasi që nuk mund të themi që jemi në një rritje ekonomike, nëse gjitha shtetet shkojnë në atë paralele të njëjtë rritjes ekonomike. Duhet të kalohet shifra të paktën pothuajse për 40% apo 50% të vitit para prak, e atëherë mund të themi që kemi rritje ekonomike. Mirë, po tek ne nuk ka ndodhur kjo asnjëherë. Themi pas vitit 2008 krizat të cilët e ka goditur këtë shtet. Mirë, po e thatë edhe jo, xhepi qytetarëve shumë I rëndësishëm. E përmendëm disa arsye. Jemi plotësisht qartë në pjesën kur themi që jemi vend importues të derivateve të naftës, të energjisë. Shumë produkteve, lëndëve para, gjithta jemi importues. Është e rëndësishme edhe pjesa e energjisë elektrike, të flasim pastaj. Duhet solidarizohemi, duhet bëhemi bashkë në këtë qëllim që të paktën gjejmë një mes ku të mos shkon rritja e çmimeve në disproporcion me rritjen e pagave në vendin tonë. Qartë. Si e mendoni ju këtë pjesën që qytetarëve shumë pak ju rriten pagën ndërsa çmimet po ikin me shpejtësi shumë lart? Po, shive, tash ndoshta është vështirë edhe të jetë ai proporcioni, ngritja e çmimeve, ngritja e pagave, me të vërtetë është edhe vështirë të përcillet edhe nga ana vetë anës zyrtare nga shtetit për ngritjen e rrogës minimale, edhe pse në farë mënyrë ka ngritje të rrogave minimale. Një periudhë 4 vjeçare është ngritje, edhe pse ajo rrogë minimale ne e dim shporta sa kushton një qytetarit, edhe çfarë mund të bën me një rrogë minimale sot një qytetar, si mund të jetoj një jetë, të themi mos themi mesatare, po deri dikun minimale mund të themi, por prap po e potencoj edhe njëherë, do të thotë krizat, për ne tash po flasim për krizën aktuale, e cila ka goditën drejt për drejt, jo vetëm shtetin ton, por gjithë botën në farë mënyre, ka reflektuar shumë, edhe ishte rasti edhe kur filloi lufta në Ukrainë, ndodhi një gjë e tillë, po në farë mënyre sigur u stabilizu pak, ja tani kjo në linjën e mesme është edhe një çrregullim edhe më I madh në treg. Po unë me që jam prodhues edhe gjitha lëndët e para, prodhimi im pak shumë specifik është në industrinë e detergjenteve, që të ka bëjë me produkte kimike, dhe gjitha këto produkte janë krejt import, domethënë, prej vendeve të jashtme. Për lëndët e para, keni fjalë. Për lëndët e para po flas, po. Janë import dhe shumica nga produktet kanë lidhshmëri edhe me derivatet e naftës, themi plastika, polietilenet, të ndryshme polipropilenet e kështu me radhë, të cilët drejt për drejti goditin industritë tona, të themi industrinë e detergjenteve, por gjitha po sidomos, po flas pak tash edhe te industria e jonë. Dhe gjithë këto reflektojnë në ngritjen e çmimeve. Edhe pse ne mundohemi që sa mundemi normal, kur ka një farë lëvizje, një linjë të kuqe ku nuk mund ta përballosh, edhe I detyruam të korrigjosh çmimet. Ose mbetja stoqeve të kaluara e përballon disi, derisa të harxhohen stoqet edhe kështu me radhë që ki pas hyrje me lëndë më të lira, tani e përballon. Po në momentet kur ti veç bën importe të reja, atëherë je I detyruar edhe ti korrigjosh. Po çka deshta të them? Në këtë krizë, në këtë situatë krize, që po themi shumë produkte të lëndëve të para kanë lidhshmëri me derivatet e naftës, domethënë edhe që vinë prej linjës së mesme, prej kompanive prodhuese, tash këto pjesa plastikave dhe tekstile ndryshme, por ka disa lëndë të cilët ndoshta në mënyrë të drejtë për drejt nuk lidhen, po unë mendoj se ka edhe keqpërdorime. Në aspektin flasim në plasimin po flas në nivel botror, domethënë disa lëndëve të para, për shembull disa kompani të mëdha, tregtar të mëdha, të cilët ato edhe direkt I marrin prej prodhuesve, pastaj ato I tregtojnë. Ndonjëherë ka në kësi situata dihet ka edhe keqpërdorime nga vetë ato tregtar të mëdhej dhe I ngrisin çmimet në mënyrë artificiale. Dhe ajo reflekton. Besoni, unë jam shumë I habitur për disa lëndë para, për shembull polietilenet edhe derivatet naftës që kanë drejt për drejt lidhje, jam shumë okay, me të vërtet në rregull, është e kuptueshme. Po ka disa lëndë të cilët nuk lidhen drejt për drejt, janë ndoshta pak më larg, në farë mënyrë energjenti kryesor është nafta, megjithatë pak është më larg në vijën e prodhimeve të lëndëve të tilla të para, po në këtë krizë
dikush edhe e keq përdor. Domethënë ka edhe raste të tilla, po ndoshta janë pak më të rralla, po ka. Tu folëm për pjesën jashtë, tregtarëve të jashtë, për tregtarët e mëdhenj. Po mirë, po çajo pjesa e jashtme që vjen këtu neve na godet. Po, mirë. Po prodhuesin e godet drejt për drejt edhe prodhuesi i detyruar pastaj ta ngritet çmimin, apo kupton. Edhe ai ngritja e çmimit reflekton drejt te qytetarët. Folëm për keqpërdorim të tregtarëve të mëdhenj. Mirë, po a ndodh që edhe tregtar brenda vendit ton, tani ta zgjerojmë pak në vendin ton, pasi që sinqerisht e thatë edhe jo. Po. Është e kuptueshme pjesa kur sepse shumica e njerëzve nuk e kuptojnë, thotë, "Ok, ka hyp nafta." Po. Ky prodhim është i lidhur me naftën, duhet hyp. Mirë, po një prodhim tjetër që nuk është i lidhur me naftën, pse duhet hyp ai? E qartë. Edhe shpesh herë u asqarojnë atë pjesën që edhe ai duhet me ngronë diçka. Por atë duhet arrit çmimin që ti merr të njëjtat të ardhura, pasi të shpenzimet do t'i rriten vetë atij. Mirë, po sinqerisht a ka edhe keqpërdorime do në aspektin justifikimin e atij tregtari që e ngrit çmimin, ai duhet ta ngritë çmimin për arsye se të ketë mundësi edhe të blejë më lirë. Jo, unë nuk isha thonë se ai tregtari ose ai prodhuesi ose ai tregtari i madh nuk e ka se i ka mbet atij se kanë ngrit çmimi. Jo, e kanë fjalën për të veçlit në vendin tonë. Po, ato të veçlit, shiqo. Tash ato të veçlit unë mendoj se a ka keqpërdorime. Çdo herë ka mundësi për keqpërdorime. Mundësi ka çdo herë. Po unë nuk di se kështu me të vërtetë ndonjë artikull ose ndonjë produkt, nuk kam ndonjë informacion sakt në treg se a ka lidhshmëri me njerë transporti që është ngrit. Dhe më thonë, po transporti është pika kryesore, ku goditet nga rritja nuk ka se drejt për drejt ngritja e transportit ndikon në një rritje 20% të një produkti ose 10%. Aja mund të jetë 1%, 2% kur shpërndahet në produkte. Domthonë ngritja e transportit. Tani ekzistojnë edhe tregtarë që mund t'i keqpërdorin, i presin ditët e krizave. Ka, po mund të jenë individ ose mund të jetë raste të izoluara, nuk besoj se kompanitë serioze, kompanitë logjistike që janë serioze, unë mendoj se nuk bëjnë madje e shtrydhin veten, ndoshta edhe nga i fitimi i tyre, nga marzha e tyre, edhe mundohen që të mbeten aty ku janë. Tu shpresu se kjo mund të jetë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj edhe është e përballueshme. Po ndonjëherë edhe masat nga qeveria që thuhet, tregtarët ju lutem mos i ngritni çmimet ose prodhues keni kujdes mos i ngritni çmimet. Mirë, ne deri diku mund t'i përballojmë. Thash, po unë po marr një shembull, për shembull, një shishe, nëse unë e kam bledh 10 dinar, tani e blej 15 dinar, shembull, ha? Po. Edhe ajo është ngritje, me të vërtet ka ngritje të këtilla të lëndëve të para, domethënë në tregun botror, edhe ti nuk e mbush me përballu atë, atëherë je i detyruar. Po, keqpërdorime çdo herë ka mundësi me pas. Ajo është në ndërgjegjën e vet atij tregtarit ose atij prodhuesit pak, po unë mendoj se beso se çdo herë tregtarët me vetdije, mendoj me serioz po themi, ose kompanitë serioze, edhe prodhues të tillë, mendoj se janë në anën e qytetarit tu e mendu sa kanë mundësi, po duhet me kuptu edhe prodhuesin, edhe tregtarin se ka momente që nuk mund me përballu. A di pse qytetarët nuk mund ta kuptojnë prodhuesin në vendin tonë, pasi që marr parasysh prej krizës të Covidit 2019. E këtej janë nder mbi 1 miliard euro për kompanitë prodhuese, për industrinë prodhuese në vendin tonë, për tregtarët në vendin tonë, derisa për qytetarët shkon një rritje diku 4.000-5.000 denar, nëse flasim për 2-3 vitet e fundit të pagës minimale. Edhe kjo është ajo që qytetari nuk mund ta kupton. Përse një biznes duhet i tolerohet të ketë një marzh të fitimit, apo thjesht nëse qarkullimi vjetor neto brenda një viti e ka 2 milion euro, çka i kushton një biznesi ta ul qarkullimin vjetor në 1.500.000 euro neto fitim, dhe ato 500.000 euro ti shpërndon tek të punësuarit e ti, tu arrit pagën paktën në atë që për llogaritë si pagë mesatare që të mund ndikojnë në jetën apo përmirësimin e cilësisë jetës tyre. Kjo është pjesa e parë që qytetarët nuk mund ta kuptojnë pse kompanitë ju jeni në tregun eksportues. Dhe ju e dini shumë mirë se çka ndodh nëse ju e keqpërdorni pjesën e krizës dhe rritni fitimin, pasi që ju nuk mund ndikoni në shtetin ku eksportoni, sepse atje është tregu më i hapur. Edhe nuk mund të Gjermania kushtimisht ty që e ke rrit çmimin nuk do të bëj ty në treg. Ja, në Gjermani nuk mund ndodh. Në Gjermani do ta lyp cilësinë tënde me çmim më të lirë. Dhe ty do mundohesh ditën natë ta rritish çmimin. Mirpo nuk ndodh kjo tek ne. Në pjesën kur eksportoni. Flasim tani për atë që
kompanit eksportuese, pasi që e dim, ekonomin tonë mbajnë edhe kompanit prodhuese në vendin tonë që eksportojnë për vendet e huaja, sidomos Gjermaninë që kemi shtet kryesor partner ku ne dërgojmë eksportet. Çka ndodh në raste në ato që e ceka që kur rriten çmimet, kur keq përdoren çmimet këtu tek ne, ju jeni ata që duhet të konkuroni me një treg të huaj, sa keni lehtësime prej vendit në raste të tilla, pasi që e dim që për t'i mbajt kompanitë prodhuese që eksportojnë jashtë është shumë e vështirë në rast të krizave, sepse kemi gjigant në Evropë. Gazmend, unë thash jam vetë prodhues, jam eksportues, përveç që bëjmë eksporte në region, në shtetet të Kosovë, Shqipëri, Malzi, Bosnja, kështu me radhë, bëjmë eksporte edhe në Evropë, konkretisht në Suedi, Austri, dhe me të vërtet eksportuesit në vendin tonë nuk kanë ndonjë lehtësim, edhe pse çdo herë thuhet se duhet përmbahet eksporti, se eksporti sjell parë gjelbërta siç thuhet. Edhe me të vërtet po. Po nuk ka ndonjë lehtësim nga ana e shtetit, siç për shembull unë di se disa shtete, që Turqia, vetë shteti subvencionon eksportuesit me disa subvencione të mira, po unë në takimet që kemi pas edhe me pushtetarët, një nga takimet më të fundit që kemi pas edhe me ministrin e jashtëm, te Oda, edhe ai kërkoi që ishte shumë ambicioz, shprehu një projekt ambicioz shumë të madh që u befasova për pozitivitet, me të vërtet tha jemi shumë të interesuar që t'i përmbajmë kompanitë eksportuese. Është mirë që dikush po mendon, me të vërtet po bash, unë nuk kyça në debatin me te dhe pi tham edhe ai tha janë disponim gjitha ambasadat përmes Ministrisë së Jashtme dhe Tregtisë, janë në disponim të gjitha ambasadat nëse kanë nevojë për lobime të ndryshme në botë kudo qofshin, që të arrijmë ne të plasojmë produktet tona sa më shumë. Unë t'ju them drejtën, dy pika kyçe që ne ballafaqohemi si prodhues në përgjithësi. Për shembull thash të gjithë prodhuesit, normal, se për të qenë prodhues duhet të kesh teknologji të ndryshme, linja prodhuese kështu me radhë. Dhe ne tani para mendo linjat prodhuese normal, nuk I kemi këtu se nuk prodhohen këtu, importojmë nga shtetet e jashtme. Dhe ne paguajmë TVSH për ato linja. Dhe unë kërkova që a ka mundësi, gjatë cila ka praktika të tilla në shtetet tjera, spaku prodhuesit për linjat importuese, që importojnë linjat që janë për prodhim, mos paguhet TVSH, edhe pse ne TVSH-n e kthejmë, shteti e kthen. Por megjithatë ka vonesa. Tash bëmi korrekt, ka pak edhe vonesa në kthimin e TVSH-s, edhe ajo e ngarkon prodhuesin. Nëse një linjë është 1 milion euro investim për prodhuesin, ajo 200 euro po duhet më dhon për TVSH-n në kufi kur vjen linja. Edhe ato I merr 200 euro, po 2 muaj, 3 muaj ose 1 muaj, nuk ka më rëndësi sa, po më rëndësi është një investim. Kjo kishte me qenë një lehtësim shumë I madh. Unë po apeloj, kam apeluar çdo herë, kam thonë edhe në takimet edhe me ministrin e ekonomisë, edhe me kryeministrin, e kam potencuar se kjo kishte me qenë një lehtësim, thash këto janë praktika edhe në vende të tjera. Stabile, me vërtet po. Me ekonomi stabile, po vendin ton. Po mos je këto TVSH që u mbajnë juve, kam një bindje që buxheti I shtetit do të jetë problem. Nuk do të mund të jetë. Nuk kishte me qenë problem. Pse kishte me qenë? Sa I duhet me kthi. Po duhet ta kthejmë, mirë po do të realizojmë projekte, investime kapitale të cilat do gjenerojnë më pas të hyra të tjera. Ajo një periudhë mund të reflektojë, mirë po pastaj vjen në binaret e veta. Unë mendoj se vjen në binaret e veta, edhe pse tash duket pak në shikim se mund shprazet buxheti, a megjithatë është obligim që duhet kthehet. Duhet kthehet për brenda një muajit, jo. Ajo edhe pa me qenë rregulluar me ligj që janë të rregulluar me ligj. Jo, këto janë gjëra të rregulluara me ligj që ato duhet kthehen. Jo, e kam fjalën edhe nëse rregullohet me ligj pjesa që mos t'ua marrin TVSH-n, që pastaj t'ua kthejnë, ato duhet edhe tani t'ua kthejnë në kohë TVSH-n. Patjetër, po. Pikërisht. Edhe unë këta kam kërku, po e potencoj edhe këte kompanitë prodhuese, po flasim për kompanitë, jo tregtare nuk ka kthim TVSH-s. E pagun TVSH-n duhet që do shitet malli prej ose nëse del jashtë do shitet. Kurse te kompanitë prodhuese, edhe lëndën e parë, për shembull, nëse lëndë parë e bim e paguajmë TVSH-n, a ne unë kërkojsha që lënda e parë të futet pa TVSH, që mos të ketë ngarkesë prodhuesi, që kur finalizohet produkti, nëse shitet në tregun e mbrëmshëm, vendoset TVSH-ja. Nëse eksportohet,
nuk vendoset. Ne paguajmë TVSH-n, bëjmë eksportin, pastaj prapë kërkojmë me këtë TVSH. Prapë një ngarkesë. Me të vërtetë kjo është pak ngarkesë për prodhuesin. Cili ishte qëndrimi i strukturave? Jo, si ide bashkë me ministrin e jashtëm që e bisedum, i tha ide shumë interesante, po më pëlqen si ide. Thoshte kjo është një subvencion për neve, një farë mënyrë. Për prodhuesin është një subvencion, se nuk e ngarkon. Edhe me atë pjesën që e TVSH-s ai manipulon me punë tjera, mund të rrit sasinë e prodhimit. Po, sasinë e prodhimit, teknologjinë. Po themi, edhe shumë punë tjera, po investon në teknologji ndryshme kështu me radhë. Edhe me këtë mënyrë ne jemi konkurrent pastaj në tregun e jashtëm. Por posa ki mundësi me qenë konkurrencë, për ndryshe të nëse si e konkurent në tregun e jashtëm, ne nuk mund shesim produkte. Subvencione qeter domethënë për shtetit drejt tani për eksportues. Çfarë ofroi ministri i jashtëm? Ishte vetëm pjesa e hapjes ambasadave për të bërë promovimi i kompanive prodhuese. Edhe pse mbet që ne të takojmë edhe një herë dhe mendoj mu doksh ai projekti i tij, ideja e tij ishte shumë ambicioze se gjë e cila nuk ka ndodhur në të kaluarën ndonjë propozim i tillë, unë e prita me shumë duar turkiqe. Për shkak se vet jam eksportues, dikon krit prodhimin tim që e kam, domethënë 80% e kam eksport, 20% është brenda shtetit. Edhe për mua ishte me të vërtetë diçka e mirë. Nëse kemi me pas një përkraje, qoftë prej shtetit, do të ishte shumë e mirë për mua edhe për shumë kompani tjera, se tash po flasim edhe shumë kompani tjera që janë eksportues, ndoshta dikush është edhe 100% eksportues. Edhe me të vërtetë ne për të pushtuar tregjet botërore ose regionale ose evropiane ose kudo qoftë, kjo duhet të jetë. Kjo është subvencioni ose ndihma nga shteti. Edhe ne atëre kemi punësime solide, mund të kemi rroga solide, ku tham, ajo ndodh 100%, qoftë si jemi sigurisht se ndodh. Prodhues për treg të huaj apo evropian. Atëre sigurisht se kompania do jetë sigurisht edhe në këtë mënyrë qytetari do ta shijojë, domethënë të mirën e vet punës në vendet punës ku janë kështu me radhë. Shpesh tek ne kur folet për pjesën e eksportit, për pjesën e kompanive eksportuese të cilat janë aq sa mbaj mend në këtë periudhën që unë ushtroj këtë profesion, çdo herë kanë qenë ankesat e njëjta të kompanive eksportuese. Po. A mendoni që kjo thjesht prolongohen këta zgjidhje, nuk dëshirojmë që të kemi model të përshtatshëm për kompanitë të cilat eksportojnë jashtë, pasi që hasin në probleme ndryshme, marrë parasysh në dogana, në procedura birokratike dhe shumë çështje të tjera të cilat një kompani eksportuese ndoshta mund ta torturojnë në aspektin e asaj derisa të mbrin tek destinacioni final apo tek atje ku importon. Shiko, Gazmend, unë tash mund të flas pak për përvojën time dhe për përvojën e shumë kolegëve të mi me cilët sigurisht kontaktojnë me eksportues të komunikojmë kështu me radhë. Unë mendoj se sa i përket tarifave doganore që thash i ndëgjoj shpesh edhe vetë tregtar, edhe kemi kërkuar në shumë takime vetë Oda me pushtetarët, domethënë tu i sqaru këto nga ana praktike, se vetë tregtarët, prodhuesit ballafaqohen me anën praktike dhe ajo që ti të prek e kërkon, apo don. Edhe për shembull ka disa tarifa doganore që kanë që po marr një shembull, për shembull ka disa kompani që këtu prodhojnë gypa të bakrit, po supozoj, ose tela të bakrit, prodhues janë, edhe normal lëndën e parë si pllaka e importojnë. Dhe para mendo, këto kompani ato lëndë e para paguajnë dogan 10% plus 18% TVSH. A shikon një kompani tregtare këtu që bën importin e telit të gatshëm ose gypave, paguën vetëm TVSH. Shife një kundërshtim, një diskrepancë e madhe mes prodhuesit pengarkon edhe me dogan. Mirë, po pse tash bëhet pyetja pse është vendos kjo? Kjo është vendos ndoshta zakonisht doganat në produkte vendosen atëherë kur ti e mbron prodhimin e mbrëmshëm. Kjo mban, ka një logjik. E mbron prodhimin e mbrëmshëm me qëllim për mos të bëhet importi, po ne të prodhohet këtu. Edhe kjo për shembull vendosen, kjo minera Buçim ka prodhu pllakat e tilla të lëndëve të para. Po ajo ka vite që s'punon. Po që sa vite s'punon. Edhe kjo është pinë i Jugosllavi, ka ngel çështu. Domethënë mungon ai azhurnimi i dhonave, ndalu bre, që kjo pse pengarkojmë na këtë prodhuesin tani. Po le t'ja letojmë, le të jetë konkurrent me tash tregtari më mirë blen pi jashtë se ai paguon vetë TVSH, edhe ai eksportuesi i jashtëm
sigurisht e ka pa dogon, edhe është konkurrent. Ki prodhon këtu, edhe kështu reflekton të vetë vendet e punës, të kompanitë e kështu me radhë. Domethënë ka gjëra të cilët kanë ngjell, domethënë të këto, sidomos të tarifat doganore, me të vërtet ka disa, po asaj përket anëve burokratike në dogana. Po pjesa e importit pritet në dogana. Unë personalisht tash po flas, nuk kam ndonjë informacion. Mendoj se të kuptomi, gjitha rregullat janë të parapame, për shembull. Themi që unë në importin e lëndëve të para ose eksportin, ne duhet të marrim një leje për Ministrisë së Shëndetësisë, është ai eksimi ku janë lejet e caktuara. Edhe mendoj se nëse jenë rregull me ato, me të vërtet ne nuk duhet vetëm të ankohemi. Do të thonë, a ka ndonjëherë individ, a ka kish bërtërimin e tham, mund të ketë. Po megjithatë, me të vërtet kur jemi në rregull, jemi edhe ne si kompani pedant, që duhet të jemi pedant, djeshit i parapam, i kompletuar me senet që duhet, mendoj se nuk ka diçka që është për tu anku, me thonë, po rrit një kamion 2 ditë ose 3 ditë. Jo, unë kam pas rast, ndoshta ndonjëherë, madje edhe njerëzit e kanë potencu, jo, për kompanitë prodhuese, madje kemi urdhra që nuk guxon mu vonu kamioni, duhet më njëherë se pritet prodhimi, ndalet për shembull punëtor të rrinë kështu me radhë. Besoni se mendoj se nuk ka ndonjë, unë nuk kam ndonjë informacion tash, mund të ketë, mund të thotë dikush ka ketë ideale. Megjithatë, besoni se mendoj që kur je i kompletuar si duhet, besoj se nuk ka gjëra të tilla. Pjesën e krizave të cilët i kemi kalu. E tham, janë shpërndarë mbi 1 miliard euro nga pjesa e Covidit e këtej. Mirë, po ajo që shumë e komentojnë pjesën e shpërndarjes së këtyre fondeve është se a ka dhënë rezultatin e pritur dhe a jemi të paktën një hap para vendeve tjera që kanë dhënë më pak se ne fonde për të përballuar krizën. E shohim në rajon me shumë më pak mjete se ne kanë mund të punojnë shumë më mirë në aspektin e rritjes ekonomike. A keni diskutime? E di se ODA është një institucion shumë stabil dhe të paktën për mendimin tim është një institucion që kërkesat i ka shumë me vend në aspekt ekonomik, varësisht prej krizave, pasi që duhet di se një krizë dallon prej tjetrës dhe si mund të ndikoj, dhe këtë gjë e di dhe e kam ndjekur me vëmendje kërkesat të cilet ju i keni bërë. Të flasim për pjesën tash, që po na godet kjo krizë, jemi një krizë, do të themi në një hyrje të krizës, pasi që nuk po e dim se sa do të zhvillohet ky konflikt në lindjet mesme dhe bllokimi këtyre derivateve të naftës. A është diskutuar për shembull cila mund të jetë alternativa në periudhë të ardhshme të shkurtë, të themi se si mund dalim që mos goditen sërish çmimet dhe prodhuesit? Gazmend, dhe do të njerë përkraja nga ana e shtetit, të cilët janë të rregulluar me ligj, është ligji për përkraje financiare për prodhuesit, IPARD-et, fondet e IPARD-et, pastaj fit të reja që ishte për zhvillimet të reja teknologjike. Besoni, ligji për përkraje financiare ka funksionon, ka vënesa, mjetet e vitit kalu, mende nuk janë lëshu në kompanit adekuate, po megjithatë janë në fazën e realizimeve, sa i përket FITR-s, tani inovaci është reja, besoni, unë nuk di, personalisht nuk kam aplikut të këtë ligjin për përkraje financiare e shfrytëzoj, kurse ati nuk kam pas apliku, edhe pse janë da shumë jetën, të kaluarën janë da shumë jetën, me të vërtet, po unë nuk di konkretisht atë feedbacku në atyre mjetëve që i kanë marrë ato kompani ose ku i kanë marrë, edhe për çfarë i kanë marrë. Në qoftë se ka qenën për zhvillim inovacioni, unë nuk di çfarë inovacioni ka, unë vetëm një detaj po e potencoj një rast, për shembull, inovacion pas ka qenë dikush, pas ka bo një ujë me aromë limoni, edhe që ka inovacion, unë nuk e di, edhe ka marrë ndoshta me 100.000 euro, kjo është njësoj si kur unë e bëj një detergjent me aromë limoni dhe ose me aromë molle, tani me bo me aromë darë dhe që ka inovacion. Unë mendoj se unë nuk e shoh këta inovacion, po edhe kështu ka pasë rastën, të kaluarën po flasë. Tani të shohim me këtë inovat, të shohim si do të rrjedhë, pikërisht jam shumë që të përkrahen inovacionet, po të jetë tamam me inovacion, edhe të përkrahen dhe të subvencionohen. Ose IPARD-it, ja të ne e dim tash
për keq menaxhim tepër, ja po përgjigjen edhe njerëzit. Po. Janë në procedura gjyqësore kështu me radhë. Për shembull ka pas raste, kemi në raste antar jodës son që e ka marrë pardin, dikon me 2 milion euro ka bërë investime, edhe në fund e kanë ku e diunë për arsye X e kanë blloku. Tani ankesa në përgjigje, fiton në shkallë të lartë, shkalla tjetër domethënë ndikon shumë negativ te ajo kompani. Besoni është është i dëshpëruar njëri. Ja kanë kontestu pjesën e investimit. Po ka diçka me siguri, po sa janë me bazë nuk po hi aty tash janë. Pikërisht për ata janë organet, për ata është gjyqi. Domethënë po edhe pse gjyqi vendos në interes të kompanisë, një gjyq tjetër vendos kundër, po dikon në dëshpërim. Shumë dikon në dëshpërim të asaj kompanie. Në vend se ai të mendoje për investimet më të tjeshme, për investime më të mëdha, për punë më të mëdha. Domethënë shive thash janë duke edhe u ndalen investimet e pardit, tash edhe ato janë një mjet me vërtet të ardhur edhe nga Unioni Evropian, po duhet shkojnë në vend të duhur, pak thje keq përdorimi, unë jam shumë dakord, por me kontrollat nëse duhet të rrepta, të janë kontrollat të rrepta, por jo nëse këtu ka edhe vija ajo pjesa burokratike, jo kështu, jo tash i dim në ato gjëra, mirë është këto të tejkalohen. Edhe atëherë kjo është një zhvillim, kjo është një përkraje e biznesit, edhe kur përkrahet biznesi, unë mendoj se përpos fondeve ndikon në rritjen ekonomike të shtetit, që tham fillim. Po, sigurisht, ajo është qëllimi kryesor që i vjen fondet, pasi që nuk do të kishin kuptim nëse do shkonin direkt në xhepat kompanive apo të individëve, nuk do të ishte logjike. Përpos këtyre fondeve, do thotë nga Innova dhe nga institucionet e tjera, po ligji, a ka, pasi që e dim, në Covid u dhanë shumë jetë, përmendëm disa herë, përpos ligjit, shteti deshin ndihmoj. Tani në këtë situatë, në këtë krizë, a diskutohet se cila mund t'jetë, do thot një ndihmë që mund të lehtësonte të paktën një barë tek biznesi, tek prodhuesi. Unë nuk di, përveç që u zvoglu TVSH-ja e naftës. Po, për akcizat e naftës. Po, edhe ajo është rregull, ajo është mirë, do thonë edhe ajo është për të përshëndetë, se përndryshe nëse është tash 95 dinarë, sa është nafta kishme qenë 105, nështë ta. është e mirë dhe ajo. Më të lirë në rajon. Po megjithatë, diçka konkrete, subvencione, qoftë për qytetarët, ose qoftë edhe për kompanit, unë nuk kam ndonjë informacion, nëse ka diçka, por nuk e di, unë e di që nuk ka ndonjë përkraje të tillë konkrete, flasmi për krizën aktuale. Jo, për krizën aktuale. Për krizën aktuale, e cila krizë me të vërtetë është që 2-3 muaj gati po bëhen pinë shkurt, po ja që mund të zgjasë edhe po të gjitha nesër të ndalen, gjitha edhe janë shenja pozitive se do ndalet, por rehabilitimi e atine kapaciteteve prodhuese në linjën e mesme, qoftë naftës ose të industrive të ndryshme, se nuk është vetëm nafta aty, janë industri shumë ndryshme, cilët drejt për drejt ndikojnë në këtë krizë. Vetëm rehabilitimi i tyre kërkon ndoshta edhe 2 muaj, 3 muaj, kështu që mund edhe sot me thon stop, gjithçka u bën marrëveshje, edhe 2 muaj, 3 mund ta përjetojmë këtë krizë si krizë. Po këtu kishte me qenën me reflektu drejt për drejt shteti me mjetet përkrahëse të ndoshta nëse duhet edhe drejt për drejt qytetarëve, po unë personalisht po flas, unë çdo herë jam idhtar i subvencionimit nëse është fjala për qytetarët, të përkrahen me të vërtet vetëm kategoritë sociale, jo tash mos e ngritni ju çmimin e bukës ose mos e ngritni çmimin e çka do qoftë diçka, po unë mendoj se më mirë kishte më qenë, më mirë një subvencion asaj kategorie, se të ne kategori ka që e blen një bukë 30 denarë, e blen 40 denarë, nuk i bën për shumë përshtypje, ama ka një kategori qytetarëve se i bën përshtypje edhe ajo, apo. Ama një kategori, mendoj se s'ka nevojë, pe bleka 30 dinar, tani pe bleka 40 dinar kanë apo probleme. Jo, nuk është më problemi. Ajo kategori që ka mundësia, shtesa e mesme, më thëm, shtesa më e pasur, po shtesa e mesme mund ta përballojë. Ama ka edhe kategori që edhe atesën e përballon, e aty në drejt për drejtë unë mendoj se duhet të jepet ndonjë subvencion. Alarmi bëhet në pjesën kur se ne e dim sa persona janë me pagë minimale, sa janë mbi mesatarën dhe ne kryesisht jemi mbi gjysa e të punësuar në vendin tonë jemi në pagë mesatar. Në krizë, po. Po, dhe ti tani të subvencionosh vetëm ato që është në prag të varfërisë, që merr një pagë minimale. Ta ofrosh me këtë tjetrin që diku afër mesatarës, prapë do ndodh një disproporcion. Andaj është shumë situatë ku duhet kontrolli të jetë nivelin më të lartë që të mbajë gjitha anët të kënaqura si prodhuesi, si tregtarin, si qytetarin, është shumë e vështirë të mbash gjithë palët në jo, sigurisht se nuk është e lehtë, por megjithatë unë thash
në kohë krize duhet të tregohet menaxhmenti i mirë. Ai që ditë menaxhoje që nga shteti, tregtari, qytetari, po edhe qytetari, ai që do na qytetari e domaçini i shtëpisë, nëse dita menaxhoje këtë situatë, ta tejkaloje. Kjo është ai menaxher i mirë, ai menaxhmenti i mirë, domethënë këto situata të krizës të them në kushte normale është shumë lehtë të menaxhohet. Zotre Jupi, kryesisht e përmenda për prodhuesit janë nafta, emergjencat, janë lëndë të para të cilat ndikojnë drejt për drejt në rritjen e çmimit të tyre. Në vendin tonë flasim shpeshherë për edhe çështjen e inflacionit, ku inflacionin tani më po e quajmë gjithsesi duhet stabilizojmë dhe jo duhet ta ulim inflacionin, mirë po flasim vetëm për stabilizim, ai stabilizim nuk mund të ndodh pa masa konkrete. Sa kompanit i dëmton pjesa kur kemi inflacion të lartë? Marr parasysh pjesën e Covidit, kur kishim një krizë, post-Covid do thot pak 2020-2021, që kishim inflacion themi 2 shifrar. Sa vështirë operojnë bizneset kur inflacioni është shumë i lartë dhe e dim që kemi vlerësim të parazë qytetarët nuk mund të shpenzojnë parat aty ku duan ata, mirë po duhet të jenë pak më kursimtar. Shife, padyshim se inflacioni i godet shumë kompanit, ne them në goditjen e vetë kompanive, pastaj goditet edhe qytetari. Ne tham pjesa e vendit tonë është dikun, mos them me përqindje tash, po sigurisht mbi mesataren e më shumë se mesatarja e importeve, domethënë mbaren prej produkteve importuese, dhe ne të gjitha ato produkte importuese normal i blejmë me valutën e euro ose dollar, edhe ti shitjen e kime denar, ti ke dhënë një afat priqje, ai bën një devalvim, domethënë po në fund e pson vetë tregtari, e pson vetë edhe ajo është ai inflacioni që ndikon pastaj drejt për drejt në vetë buxhetin e kompanisë, qoftë tregtare, qoftë prodhuese kështu me radhë. Normal inflacioni si dukuri është e vështirë në fillim për të funksionuar mirë, është kur nuk ka ngritje të çmimeve, kur ka një linearitet të mirë, ke vullnet për punë, beso, kur ka lëvizje të këtilla, beso se është një çrregullim. Ndoshta qytetarët mendojnë se se tregtari se ka veç në çmimin. Jo, nuk është ashtu. Ose prodhuesi veç ngrit çmimin, nuk është ashtu. Besoni se e përjetojmë ranë, me të vërtetë. Domethënë, që unë personalisht deri tani kam shumë lëndë para që kam marrë me çmime të reja, besoni çmimet nuk i kam ngrit ende. Domethënë fare nuk i kam prekën çdo çmime janë. Sa të mundemi me përballu, me shpresë se 1 muaj, 2 muaj e përballojmë, 3 muaj e përballojmë. Po nëse zgjat më shumë, me të vërtetë do të jetë vështirë. Pastaj do të vim deri te rritja e çmimeve. Qytetarët mendojnë se ndoshta tregtari ose prodhuesi, nëse se prit pak ka lëviz, hajt ta ngritet, ta shvizoraj. Jo, nuk është ashtu. Beso se e ndihmë edhe ne. Normal se nuk e kemi lehtë, domethënë ku thave ti më parë, ti duhesh me qenë konkurrent në treg. Po për të qenë konkurrent në treg, ndoshta edhe në situata krize e tregon veten se unë po muj, pe përballoj pak, e afirmon produktin, e reklamon produktin, domethënë ndikon ai pozitiv te vetë kompania. Dhe për atë arsye nuk është se ne mezi se presim të ngritmi çmimet edhe ta stabilizojmë, veç neve na intereson fitimi jon. Jo, nuk është keq ashtu. Nuk duhet të gjikohet në atë aspekt se edhe ne mendojmë se thash ne jemi edhe qytetarë, edhe ne blejmë, na nuk i prodhojmë gjitha produktet, edhe ne kemi produktet që i blejmë. Na i prodhojmë disa produkte, po me qindra produkte i blejmë. Faktikisht jemi edhe në atë pozitë edhe në atë pozitë. Po, do të jeni edhe si blek. Sigurisht, mund të jeni gjithmonë vetëm shitës. Sigurisht, nuk jemi vetëm shitësa, po. Ajo që diskutohet në vendin tonë është edhe pjesa e cilësisë kur flasim nganjëherë. Mirë po, ajo që unë kam menduar vetë personalisht është edhe një pjesë që kur shohim zinxhiret marketeve, të cilët kanë çmime shumë të lira. E dim cilat janë në vendin tonë, pasi që kemi zinxhiret marketeve që cilësinë nuk e diskutojmë ne, vetëm e dim që ky zinxhir i marketeve ka çmime më të lira dhe shkojmë atje. Apo vim drejt një periudhe ku po varfrohemi shumë dhe parat bin pak ta zinxhir marketeve me çmime më të lira, duke pasur edhe cilësinë e dur, pasi që është bërë shumë luks me shku me një market ku e ka cilësinë. E ke prek shumë një pikë me vërtet që jam drejt për drejt prodhues. Edhe unë këtu do të them 2-3 fjalë. Sa i përket jo çdo herë duhet konsumatori ta shikojë çmimin. Për fat keq ndoshta ne i shikojmë atë se atë se ma lirë që nga, po çdo herë po them edhe një herë se ajo lëndë e parë është berz.
janë lëndë botërore, janë berza botërore. Edhe nuk është se në një market një artikull qenë ka 10 denare, në një qenë 20 denar. Mund dalloje 2 denar, 1 dinar, prafërsisht, në 10%, 5%. Po kur janë dallime drastike, unë thom këtu ndalu. Domthon, merre rezervë dhe cilësinë. Merre rezervë dhe cilësinë. A ka keq përdorime të tilla? Ka. Sa ka kontrolla nga ana e inspektoratit në cilësi? Nuk ka. Këta po e them me përgjithësi. Jo, këta po e them me përgjithësi. Unë personalisht thash prodhoj produkte kimike, detergjente të kështu me radhë, edhe besoni nuk mundet gazmend 1 litër po e marr që acidin kloridrik që përdoret për anvisri, 1 litër acid kloridrik të shitet 40 denar, shembull, dhe një ujë pa gaz të shitet 30 denar. Shembull, Po. Domethënë e deklaron në etiketë se ky përmban acid kloridrik 20% ose 15%, edhe ai për ta bërë çashtu duhet me bë 5% ose 8%. Edhe sa e kontrollon inspektorati këta? Jo. Nuk e kontrollon. Nuk kontrollon, nuk mjaftojnë. Me të vërtetë unë kam pas rast kur I kam thonë një inspektorit, merrni për çdo iniciativa kontrollon. E vështirë kemi se duhet me çun analizë, në super analizë, duhet me pagu e kështu me. Po, ama nuk e ndron ai që prodhon me cilësi. Ai që prodhon me cilësi është I ndjekë punë. Çdo herë, beso. Unë personalisht vetëm për shkak se jam edhe vet kimist, edhe kam atë etikën profesionale. Edhe nuk e lejoj atë që e deklaroj ta bëj ma keq. Atë që e deklaroj duhet të jetë ashtu. Përndryshe, nëse ta lejon etika, ti në treg I e konkurrës. Mund të bësh do të besoni që e kjo është e dhimbshme. Kjo është e dhimbshme, unë mendoj se këtu inspektorati duhet tregoje, jo vetëm te industria e detergjenteve, ndoshta edhe te produktet ushqimore. Flasim për gjithçka. Sidomos te produktet ushqimore. Po ushqimorët janë edhe më të ndihshme se fundit acidin kloridrik e përdor për pastrim. Për pastrim e kështu me radhë, po një produkt ushqimor a marrin ndyrna të ngopura, të pangopura, çfarë përmbana, çfarë deklaron, mba qumsh pluhura, përmban qumsh natyral, me të vërtet kush e di qytetari, sa e din qytetari, për fat keq, edhe blerësin nuk e kemi shumë të edukuar në atë aspekt. Pak qytetar, ose më punoj edhe te Fakulteti I Teknologjisë Ushqimore, në Tetov, edhe shpesh herë bëjmë debate të këtilla, sa është qytetari I edukuar në blerjen e artikujve. Pak ndoshta ose tani veç gjenerata pak më e re që kanë arrit janë bo, themi, domaçina në shtëpi, që janë blerë si drejt për drejt, ndoshta pak e kanë shikuar edhe afatin e blerjes. Su mos flas më për bërjen, mos flas më atë pjesën nutricioniste, s'te ta lexojnë se çfarë përmban. A përmban karbohidrate, as përmban karbohidrate, a përmban proteina, as përmban, sa përmban. Kush I shikon këto gjëra? Po duhet mi shiku. Jo, a di se jo tash. Pasi që nuk amnestojmë qytetarin, gjithsesi. Jo. Është edhe pak pjesa e vetdijes, ajo që e thatë ju se çfarë problem. Po, nuk është pjesa vetëm te çështjet ushqimore. Jo. Ne kemi, do thot, kur bëjmë pazar, diçka veç na I thuj çmimin. Na kanë pru në atë situatë. Krejt te çmimi, po. Ka ardhur, do thot, e shikojmë çmimi të jetë më I lirë, cilësi nuk po pyesin. Ç'është, po. Po e ngranim atë. Po, ama ajo janë pasoja shëndetësore. Janë pasoja, sigurisht janë pasoja. Me vërtet po. Po këtu është ajo që unë punoj edhe në arsim, tash përveç që punoj atje edhe në shkollë mesme, unë në kurikulat e shkollave, unë kisha insistu, po të mpyes dikush, po e them ndoshta, të vendoset ndoshta edukata e blerjes, e shitjes, e kështu me radhë, që nga fillorja mësohet braj, se si duhet me ble një produkt. E jo vetëm me ble, ose e blen në rrugë, në temperaturë, një fëmijë e blen një çokoladë, një barak atje ku e diune, në farë temperatura, në çfarë kushtet qëndrimit atij artikulli, e me pastaj helmime të ndryshme kështu me radhë. Domethënë kemi edhe raste të tilla. Ka raste të tilla, na e dim, shesin para shkollave me një barak shumë thjesht, pa kurfar kushte, edhe drejt pas drejt konsumatorët atyre janë vetë fëmijët. Edhe ato janë gjëra me të vërtet të vështira, E po tek ne kemi ardhur po, këtë situatë. ama tash inshallah po më mirë. Po shpresojmë që jemi na drejtim, ne duhet I ngrisim si ide, si iniciativa, që edhe nga jona juaj, nga ana jon, nga gjithë ato, se me të vërtetë se këto janë ato të cilët e ngrisin vetdijen edhe ndikojnë që të edukohemi fundit kemi nevojë. Po, do të ketë pak matron me shit produkte jo cilësor. Kur të mësohen qytetarët me zgjedhje. Edhe tregtari mësohet me shit produkte cilësore, po edhe blerësi e di se blen produkt cilësor, kjo është më e mirë. Ma pa e dhimbshme. Përndryshe e kundërta është e dhimbshme. Do të kesh diskutime me kolegët prodhues. Po, patjetër. Zotëre Jupe, unë të falenderoj shumë për kohën e juaj çmuar që
erdhët këtu dhe na i mundsua që të bisedojmë pak a shumë për sektorin e prodhimit, mirë po edhe me ato sfida të cilat përballen gjatë eksportit që e dim që nuk është e lehtë pasi që frika më e madhe në kësi rast është edhe pjesa e devalvimit denarit, nëse rritën çmimet është edhe një situatë pak më delikate, të themi mirë po akoma jemi stabil në pjesën e devalvimit. Unë falenderoj sinqerisht për pjesëmarrjen dhe shpresoj që diskutojmë në raste tjera. Ishte kënaqësi, me të vërtetë të bëjmë një bisedë shumë të lidhë. Mendoj se janë gjëra reale që i prekëm edhe janë me të vërtetë reale. Edhe shumë falenderoj sukseset ti në punët e tua më të qeshme. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, atëherë patë mundësi ndiqni edhe nga afër sepse ndodhin rritjet e çmimeve, do të thotë edhe pjesën që në qoftë se ndodhin keqpërdorime, nga ku mund të na vinë ata keqpërdorime. Mirë po më e rëndësishme ishte edhe pjesa e fundit, që në momentin që jemi blerës, në momentin që jemi ata të cilët po shpenzojmë punën tonë, po e shpenzojmë thuhet tek ne dinarin tonë për të blerë diçka, të shohim pak edhe momentin e cilësisë, do thotë ato se ku e shpenzojmë, apo blejmë produkte cilësore apo jo, dhe pastaj nëse ne i kemi parën në xhep, nëse vrejmë keqpërdorime, mos ua mundsojmë që ata tregtar apo ata prodhues të cilët janë duke e keqpërdorur ato të mos blejmë produkte duke i bojkotuar një farforme ata të cilët keqpërdorin kontributet tona në përgjithësi. Ju falenderoj shumë dhe bashkëmiru pafshim në emisionet e tjera.